shpëtohet më. Ai u përzu nga jeta me forcën e verbër të pushkës së shkrepur nga shteti, që duhet t'i kishte dhënë punë dhe shpresë për familjen e tij. Për familjen e tij, që njësoj si 3 familje tjera shqiptarë zakonshëm, sot qanë mungesën e pangushëllueshme të një djali të rritur me 1000 halle e vështirësi, të një babai i jetë humbur në rrugën e papunësisë, të një shqiptarit vrarë, pse desh të nxirrte fëmijët e vet në një rrugë të ndriçuar prej diellit të së ardhmes marr peng, po njësoj për të gjithë shqiptarët e të zakonshëm, demonstrues apo polic, socialist apo demokrat, të papunë apo të punësuar, të këtij shtetit kapur, që punon veç për pasurimin e kusarve të këtij pushteti. Demonstruesit e 21 janarit, njësoj si policët e thjesht, u bën mish për të njëjtin topin e regjimit vrastar të kusarisë. Regjimit vrastar të atyre që vrasin e na thon vrasës, vjedhin e na thon hajdut, gënjejnë e na thon gënjeshtar. Vrasjet, vjedhjet, gënjeshtrat që ndodhin si në një ëndër të keqe, e cila vazhdon pa mbarim dhe i marrin Shqipërisë frymën, trupin, fytyrën, janë në fakt një keqe që s'mund na ndahet në rrugën tonë, deri kur rruga jon të bllokohet çdo ditë prej maskave të koalicionit të turpit. Të koalicionit të turpit që lindi prej votave të vjedhura nga Saliu e të trafikuara nga Iliri. Të koalicionit të turpit që rrin këmbë vetëm për të vjedhur, duke u rritur për ditë shqiptarëve faturën e jetë zgjatjes tij në çmimin e bukës, të ujit, të dritave, ilaçeve, librave të shkollës, të koalicionit turpit që në punësit e shtetit i trajton si robër kurset papunët i vret si kokë palar. Policit e Kosovës që deri një shtrije në spital pranë Aleksit u zgjua dhe kthye në shtëpi. Mbase është këtu, diku mes rreshtave të policëve të thjesht, që ne i përshëndesim sot vllazërisht dhe u themi se betejë jonë është edhe për ju, për dinjitetin dhe për mirëqenien tuaj, për uniformën e gjithë atyre policëve të vrarë në këto vite tranzicioni në krye të detyrës, për një Shqipëri më të mirë, ku buka nuk hahet me lotët e varfërisë. Saliu i ndau shqiptarët në kokë palar që duen vrarë, me pushk a me fjalë të rënda, dhe policë që duen gënjur me lëmosh e llafet bukura. Ne i duam shqiptarët bashkë, të gjithë të larë pranë detit, të gjithë të ngrënë pranë sofrës, të gjithë të nxënë pranë dijes. Mes policëve kishte plot burra djem që do donin të ishin në demonstrat për nderin e një uniforme që duhet i shërbej shtetit qytetarve, jo pushtetit të kusarve. Për familjen e tyre të zakonshme, që s'mbahet dot me një rrogë 3200 herë më të vogël se sa shuma e eurove që jep në një qast të vetëm për një firmë ministri, vetë zëvendës kryeministri i vendit tuaj. I vendit tuaj, i vendit ton, të platë shkitur dhe të sakatuar nga regjimi kusarve, që glabron për ditë pasuritë e përbashkëta të demonstruesve dhe të policëve, të socialistëve dhe demokratëve të zakonshëm, të papunëve e të punësuar të t'i vendi në këtë shtet që ka rënë si mos më keq.